është e qartë që Rama prej kohësh ka një problem me SPAK-un. Vetë fakti që ka pasur prirjen të jetë kritik, ndonse kritikat i ofronte me dashamirësinë ose të paktën i illustronte me idenë që është krijesa jonë dhe ne ja themi për të mirë, domethënë sepse e duam. Në fakt duket që SPAK-u ka një problem me Ramën dhe kjo është e kuptueshme sepse SPAK-u ka çuar përpara drejtësisë njerëzit dhe bashkëpunëtorët më të afërt të Ramës dhe kjo është normale që një kryeminist nuk do të dihet rehat kur njerëzit më të afërt i dalin se han kumlla pas shpine. Sado që ai justifikon me këtë, kjo në sytë e publikut nuk justifikohet. Dhe sigurisht që kuptohet që me intensifikimin e veprimeve të SPAK-ut do rritet dhe intensifikimi i reagimeve të Ramës. Dhe kjo është parë që me komisionin Xhafa, ku dukshëm Rama ka kërkuar që t'i bëj barrierë SPAK-ut, por edhe me shpeshherë me ide të cilat hidhen në media, siç është për shembull eliminimi i veprës penale të shpërdorimit detyrës, pra heqja e saj si vepër penale, dhe madje edhe për sa i përket pengimeve për arrestet paraprake, pra arrestet para se sa çështja të shkojë në gjyq. Kjo për mua është një prej arsye kryesore për që tregon që Rama ka një problem me SPAK-un dhe tashmë kur dora e SPAK-ut ose steka e SPAK-ut ngrihet tek Erion Velia pikë pari, u pa reagimi i Ramës dhe për më tepër tek Balluku, e cila dukshëm ka një nivel shumë të lartë pushteti, madje thuhet që Rama nuk bën gjë në politikë, pra gjithë politika është lënë Ballukut, Rama merret vetëm me aspektin e dukshëm, me fasadat, me orientimin e qeverisjes. Tregon që në fakt Rama tashmë nuk mund ta përballojë më. Pra SPAK-u ka shkuar larg dhe Rama tashmë është në konflikt të hapur me SPAK-un. Dhe ky konflikt sigurisht që do të vazhdojë për sa kohë që SPAK-u do vazhdojë arrestimet. Pra nuk mund të shkojnë më bashkërisht të dyja. Pra edhe SPAK-u, edhe Balluku, edhe kjo lloj marrëdhënie e Ramës me SPAK-un. Pra tashmë njëri duhet fitojë. Dhe kjo besoj që ka shkuar në një fazë finale, Rama do ta intensifikojë luftën me SPAK-un. Dhe gjithçka do të varet pastaj nga ndërkombëtarët, nëse ndërkombëtarët do të ndalin në mbrojtje SPAK-ut siç i kanë dalë, por varet nga themi vendosmëria e tyre për ta mbrojtur atë dhe kjo do të përcaktojë ndoshta them dhe fatin e SPAK-ut dhe Ramës. Pra në këtë betejë do të varet kush është më i vendosur. Që Rama është i vendosur të luftojë SPAK-ut dhe të mbrojë veten, kjo është e kuptueshme, por nëse ndërkombëtarët do të jenë aq vendosur sa të mundin Ramën, kjo do të vlen të shihet. Beteja që po bën Rama pra beteja ligjore ose ajo çfarë Rama po thot për Ballukun se më saktë për SPAK-un. Rama ka një pretendim që SPAK-u është duke i mohuar Ballukut prezumimin e pafajësisë. Në thelb kjo është një falsitet. Prezumimi i pafajësisë nuk i është cënuar në asnjë moment Ballukut. Përpjekja që po bën SPAK-u për arrest është gjë më normale e cila ndodh në çdo vend të botës kur i pandehuri apo personin e tim i kërcënon provat. Kërkesa për heqje imunitetit në parlament nga SPAK-u ka ardhur për shkak se Balluku sipas SPAK-ut i kërcënon provat dhe SPAK-u ka provat e veta të cilat ose faktet e veta të cilat tregojnë se kjo po kërkon të intimidojë dëshmitarët, të pengojë procesin e timit etj. Në këto kushte, kërkesa për arrestimin e Ballukut nuk bëhet për ta dënuar atë, siç thot Rama, që ata po e dënojnë pa gjyq. Po kërkesa bëhet për të siguruar hetimin në mënyrë që ata të mos pengojnë hetimin. Pra kjo është arsye dhe këtu nuk ka, kjo është gjëja më normale në botë. Dhe kjo nuk bëhet pa gjyq, por bëhet me vendim gjykate. Do shkojnë në gjykat kërkesa për arrest. Pa një vendim gjykate ajo nuk do të shkojë. Pra gjithë kjo është një falsitet. Rama përpiqet të prodhojë dizinformim nëpërmjet cilit nxjis turmat kundër SPAK-ut. Dhe nga ana tjetër, nuk është pra ideja që po thotë Rama që janë mbushur burgjet e paraburgimit me të hetuar të cilët janë aty pa gjyq dhe ne jemi vendi me nivele më të lartë. Unë nuk e di se si janë vendet e tjera, por si janë statistikat e vendet e tjera në lidhje me paraburgimin. Por kjo nuk është një arsye, pra fakti që vendet tjera nuk e kanë në këtë nivel të mos ta kemi as ne, sepse unë jam i sigurt që vendet tjera nuk kanë këtë nivel kërcënimi ndaj hetimit siç ka këtu ne.
Pra nuk ka për shembull në Itali, në Gjermani etj në aq raste saç mund të ketë politikanë në hetim të cilët të kërcenojnë provat dhe kanë guximin apo kurajën ti bëjnë barrierë prokurorisë në mbledhjen e provave. Fakti që këtu politika është bërë garth, të gjithë bashkë janë solidar kundër SPAK-ut, sigurisht që është një arsye më shumë se SPAK-u kërkon të mbrojë proceset e hetimit duke i arrestuar paraprakisht personat në hetim. Dhe kjo bëhet për të mbrojtur hetimet dhe çdo përpjekje për të penguar SPAK-un që të bëjë hetimet është në thelb pengesë për zbardhjen e të vërteta, pengesë që të korruptuarit të shkojnë përpara gjyqit. Pse shqetësohet Rama? Nëse SPAK-u e ka tepruar, është GKK-ja që është një barrierë. Nëse GKK-ja nuk që nga një barrierë mirë, është gjykata e apelit. Nëse gjykata e apelit nuk është një barrierë mirë, është gjykata e lartë. Pra janë të gjitha hallkat e gjyqësorit ku ministrat kanë mundësi ta gjejnë të drejtën e tyre nëse është mohuar. Fakti që këta nuk duhet t'ia lënë procesit gjyqësor të gjykojë, por ndërmarrin masa pra bëjnë vetë gjyqësi duke përdorur majorancën në parlament, për mua tregon mungesë. Provat nuk janë objekt për konsum publik parimisht. Ne deri tani kemi akuzuar SPAK-un sepse rrjedh informacion dhe dalin të palaret e tyre në publik. Nga ana tjetër, kur SPAK-u i arreston dhe mban sekretin hetimor, ne themi që pse nuk na tregon provat. Do të thënë provat janë objekte të cilët i gjykojnë institucionet që i kanë atribut gjykimin e provave. Dhe në fakt provat nuk i gjykon as parlamenti. Sepse Rama pretendon që ne nuk ja japim imunitetin Ballukut sepse nuk ka prova. Kush është Edi Rama dhe kush është parlamenti që të gjykojë provat? Parlamenti kërkon prova vetëm për të parë nëse hetimi është politik apo jo. Sepse çekimi që i ka dhënë kushtetuta në dorë parlamentit për të dhënë apo mos dhënë imunitetin, ekziston vetëm për ta mbrojtur deputetin apo deputeten nga një hetim i cili ka për qëllim ta pengojë atë në ushtrimet e detyrës në parlament. Kaq. Nuk ka për qëllim dhe nuk ka asnjë të drejtë, asnjë tagër parlamenti që të mbrojë deputetin nga korrupsioni i tij apo të mbrojë deputetin nga akuza. Dhe parlamenti e mbron vetëm nga një hetim i cili nuk ka fare objekt penal, por ka vetëm qëllim politik. Kaq. Në momentin që ky hetim nuk është politik dhe që ky hetim nuk është politik e thot dhe Rama. Rama nuk pretendon që është politik. Avokatët e Ballukut nuk pretendojnë që është gjykim politik, atëherë parlamenti duhet t'jap imunitetin. Pra, provat i gjykon vetëm gjykata dhe nuk ka pse t'i gjykojë as publiku, as sigurisht mbasi gjyqi të bërë, duhet të ketë transparencë, themi vepra penale dhe faktet penale duhet t'i ofrohen publikut që publiku të di se pse është dënuar personi, por paraprakisht nuk ka arsye pse provat të jenë objekt debatesh, analizesh nëpër studio, ku shpeshherë përfshihen dhe vetë pa dashjen time shpresë, sepse një pjesë analistët nxjerrin jo bëri këtu në dosjen gjendet ky fakt, gjendet ai fakt dhe ne diskutojmë këtu për ditë mbi fakte të cilat fakt janë objekt pune e gjykatës dhe prokurorisë dhe për të cilat ne nuk kemi as informacion të plot, sepse kemi rrjedhje dosjesh dhe në publik rrjedh aq se intereson atyre që e rrjedhin apo atyre që e përdorin rrjedhjen. Dhe kjo pra këtu fillon gjyqi publik, pastaj ndërkohë që gjyqi penal bëhet aty ku bëhet. Unë besoj që ndërkombëtarët do ta mbrojnë SPAK-un deri në fund, por gjithsesi, do të thënë momente të tilla baticash mund të ketë gjatë këtij rrugtimi. Sigurisht që marrëdhëniet e Ramës me Trumpin mund të sjellin një lloj zbutje, por unë besoj që më shumë se sa kjo, gjërat janë varur nga fakti që Rama ka përballë Berishën. Duke qenë se ka përballë një person non grata, duke qenë se ka përballë një person i cili nuk është dhe nuk mund të jetë partner as i amerikanëve as i europianëve, dhe madje është i izoluar ndërkombëtarisht. Ky besoj fati kryesor i Ramës dhe nga kjo varet dhe hezitimi ndërkombëtarëve për të shkuar më larg në reagimin ndaj veprimeve të Ramës. Kështu që unë besoj që fati i Ramës më shumë se sa nga aftësia e tij për lobingje varet nga aftësia e tij për ta mbajtur Ramën krye të opozitës, si e vetmja garanci që e mban Ramën në qeveri. Të gjitha këto tregojnë që këtu ka ato që shumë vetë e thonë që këtu ka një ortakëri të Ramës përtej politikës
pra bashkë ndajnë tavën e politikës, po bashkë ndajnë dhe tavën e pushtetit. Sigurisht Berisha merr llokun e vogël, pjesën e madhe merr pjesën e Luanit dhe merr Rama, por kjo e bën dhe që të qëndrojë në opozitë, sepse është e pakuptueshme që një person të qëndrojë në opozitë kur nuk ka asnjë shans të fitojë, kur gjithë e kuptojnë që ai nuk mund të fitojë dot, dhe vazhdon aty dhe vazhdon e gropos dhe varros partinë e tij përballë një pushteti që merr mandat në 4 dhe duket se do marrit 5 me radhë. Cili është misioni, pse duhet të qëndrojë këtu kur dukshëm ky nuk e mund këtë. Atëherë ky ka interesa të tjera, sepse nuk ka se si shpjegohet këmbgulja e tij për të vazhduar gjatë me gjatë nga humbja në humbje, nga dëshpërimi në dëshpërim. Sigurisht që ka investuar goxha. Rama, të paktën në betejën e fundit midis Bashës dhe Berishës, dukshëm i doli në mbrojtje Berishës. Rama dhe ndikimi i tij, pra nëse presupozojmë që Rama ka ndikim tek gjyqësori, tek themi gjykata apelit e me radhë, dhe qoftë edhe tek gjykata e shkallës parë, janë këto gjykata të cilët i dhan vulën Berishës, ose të paktën e përgatitën terrenin dhe gradualisht çuan deri tek marrja e vulës. Rama nga ana tjetër i dha grupin parlamentar Berishës. Rama nga ana tjetër e mbrojti Berishën kur ai kishte një vit që nuk shkonte në parlament, nuk ja hoqi mandatin. Ja justifikoi mungesat. Pra armiku Rama justifikon mungesat Berishës. Pastaj nga ana tjetër, të gjithë themi miqtë e Ramës në sferën asaj që e quajmë oligarki, pra biznesmenë fuqishëm të cilët kanë dhe mediat, u bën me Berishën, e mbrojtën Berishën, televizionet e mëdha mbrojtën Berishën. Dhe me radhë vazhdojnë ta mbrojnë Berishën, vazhdojnë mos ta sulmojnë Berishën aq sa është për të ose aq sa mund të sulmohet, vetëm për të sigurisht për ta mbajtur aty dobët, por ta mbajtur gjallë, sepse në momentin që Berisha vdes politikisht dhe ikën largohet, Rama është i kërcënuar. Kështu që këta vazhdojnë e mbajnë me shiringa, pra është një lloj Quameni, është një lloj kështu paraziti i cili futet në trupin e një kafshë tjetër, i ha të gjitha organet, por jo organet jetike. Në mënyrë që të zgjas mundësinë për ushqim, dhe organet jetike ha vetëm në fund kur nuk ka më organe të tjera për të ngrënë dhe pastaj i gjuan një kafshë tjetër. Kjo është ajo që bën Rama, pra e ka lënë aty kufon, themi në agoni, ja zgjat agoninë pafundësisht, sepse sa më gjatë agonia e Berishës, aq më gjatë pushteti i Ramës. Ka disa paradokse në atë parti. Kur ata kanë zgjidhur okacionin që çdo okacion që do krijojmë, në fund X-i do dal Berisha. Domethënë, ata pastaj fillojnë mendojnë rrugë nga më fantazmagorike për të pranuar praninë e Berishës aty. Shumica prej tyre kuptojnë që me Berishën nuk vin pushtet. Pra ata që janë më pranë, madje që janë dhe me pushtet, e dinë që nuk kemi çfarë bëjmë, ky është tash dhe nuk i dalim dot kundra sepse nuk rrezojmë dot. Por do vazhdojmë kështu dhe të shohim. Një pjesë tjetër mendojnë që shiko, dakor, po Berisha do gjejë një zgjidhje për këtë. Pra besojnë tek mirësia e Berishës që në një moment caktuar do thotë, "Ok, nuk mund të vazhdojmë më kështu", atëherë do gjejë një pasardhës të ri. Pra do gjejë një lul tjetër, ndoshta apo do vendosin një nga të afërmit e tij në kryet për ta zëvendësuar, për ta komanduar PD-n, pastaj për ta telekomanduar nga zyra në kat 12 atje ku ishte. Domethënë, pastaj ka të tjerë që mendojnë që diçka do ndodh, Gjermania po bëhet me ne dhe do ta rrezojë Ramën ndërkombëtarët dhe por po ti shohësh të gjitha ku diun prallat që besojnë, asnjë prej prallave nuk thotë që Berisha do mund Ramën. Të gjitha gjejnë faktorë të tjerë të cilët do të çojnë në mundjen e Ramës dhe ardhin e PD-s pushtet. Pra janë wishful thinking, thuhet, pra domethënë dëshirat, mendime të nxitura nga dëshirat. Por pra gjithmonë ekuacioni ka dy gjërat që nuk lëvizin. Një, që Berisha duhet të jetë ai që do telekomandoj apo do komandoj, dhe nga ana tjetër që pra Berisha nuk e mund dot Ramën. Paradoksi është që ky është i pazëvendësueshëm, por ky nuk arrin dot fitoren. Dhe këto të dyja nuk lëvizin, gjithçka tjetër, çdo skem tjetër ndryshon. Kupton që kjo parti ka hyrë në irracionalitet thellë dhe fillon beson në pralla. Pra njeriu krijon mekanizma mbrojtës psikologjikisht dhe mekanizma mbrojtës të bëjnë të shohësh iluzione të cilat të bëjnë të mos ndryshosh.
Shiko, aty ka një frym, nuk është se po e krijon Saliani, po është një frym dhe Saliani po përpiqet ta mbajë gjallë. Sigurisht ka një gjë, Berisha gjatë kësaj kohe është përpjekur ta shuajë frymën e Saliani me disa mënyra. Një prej atyre është duke e diskualifikuar, pra duke e përjashtuar atë dhe duke e sulmuar dhe duke kërcënuar ata që shkojnë pas tij. Berisha haptas ka përcjell mesazhe kërcënuese ndaj kujdo që shkon pas Salianit. E ka quajtur bashkëpunëtor të Ramës, bashkëpunëtor me bandat e tjerë dhe kushdo që shkon brapa atij është gjithashtu bashkëpunëtor me bandat dhe bashkëpunëtor me Ramën. Dhe me këtë ai ka dashur të fik gjithë njerëzit të cilët mund i sheh si potencial për shkuar mbas atij. Nga ana tjetër, Berisha po bën një gjë, duke bërë protesta, duke i lodhur njerëzit në angazhim betejash finale me Ramën, ai e sposton vëmendjen nga kritika e brendshme për tek lufta finale që duhet kemi me Ramën. Dhe kjo është mekanizëm i njohur. Gjithmonë luftrat me kundërshtarin, pra në masën më të madhe, studiues të politikës dhe sociologjisë i thonë këto që në një masë shumë të madhe, beteja me kundërshtarin jashtë grupit tënd, pra jashtë organizatës tënde, nuk ka për qëllim të mund kundërshtarin jashtë organizate, por ka për qëllim të mund kundërshtarin e brendshëm brenda organizate. Pra betejat e jashtme përdoren shpeshherë për kohezion të brendshëm në kushtet kur ky kohezion kërcënohet së brendshmi. Dhe në këtë po të shohësh, demokratët gjatë gjithë kësaj kohe kanë fokus që do ta rrëzojmë si do ta rrëzojmë, i kërkojnë Berishën dhe shfokusohet totalisht vëmendja nga nevoja për një kritikë brendshme. Dhe me sa duket ky do ta vazhdojë të paktën këtë deri në zgjedhjet brenda partisë. Ky është mekanizmi për të mbjetuar Berisha. Dhe unë kam thënë gjithmonë, këto protesta Berisha nuk i bën për të mundur Ramën, por i bën për të mbjetuar vetë brenda partisë së tij, për të mbajtur aq sa mund të mbaj militantët e tij më të verbër, të cilët rrezikojnë të ikin për të mbajtur rreth vetes.